Për shumë familje shqiptare të cilët kanë fëmijë të spektrit autik, vizita tek dentisti mbetet një sfidë e vështirë. Në Shqipëri, shërbimet dentare të përshtatura për këta fëmijë janë të pakta dhe në shumë raste pothuajse mungojnë, duke I lënë prindrit përballë vështirësive të mëdha. Brigida Muça, si prindi një fëmije të këtij spektri, kërkon zgjerimin e shërbimeve publike dentare, pasi kujdesi oral nuk duhet të jetë luks, por një e drejtë e garantuar për çdo fëmijë. Thoja e kam djalin me autizëm dhe po I them dhëmbët e të lutem a mund të të lej një orar. Ma mbyllnin telefonin duke më thënë që nuk mundemi se japim dot shërbim për autizmin. Ishte shumë lënduese dhe shumë ofenduese kur fëmijët ta refuzojnë. Nuk e marrin përsipër për shkak të mos informimit dhe trajnimit, por edhe specifikës që ka vet autizmi për të pasur ato komoditetin e tyre. I vetmi shërbim që kemi neve është për heqjen e dhëmbëve që është në shtetëror, kurse shërbimet e tjera për mbushje ato kërkojnë shërbime ekstra sepse duhet patjetër të marrin në shërbimin e anarkozës dhe e cila nuk afrohet në shtet. Pra duhet shkojnë te privati. Duke shkuar te privati, kostot janë shumë të larta. Dhe mendoje një familje e cila merr kempin 140, 100, 120, 70, si mundet ta mbuloj këtë lloj kosto që fillon nga 400 ka qenë para disa vitesh dhe shkon e rritet sipas mjekut që e guxon dhe e merr përsipër. Teksa numri I fëmijëve të spektrit autik vijon të rritet, nevoja për shërbime të specializuara mbetet ndër kërkesat më të mëdha të sistemit shëndetësor. Psikologja Jonilda Gremi thekson se fëmijët me autizëm shpesh kanë nevojë për qasje të specializuar gjatë trajtimeve dentare, pasi zhurmat, dritat apo ambienti I klinikës mund të shkaktoj ankth dhe reagime të forta. Për personat me autizëm do të ishte shumë e rëndësishme që klinikat dentare fillon që të krijojnë një ambient sa më të qetë, të ketë më shumë pamje, shumë ngjyra të cilat të bëjnë tërheqëse për fëmijën një ambient të tillë. Në muret do të ishte ideale të kishte pamje të lodrave të preferuara, të kukullave të tyre të preferuara. Madje e kam thënë herë tjera dhe prindërve, ju lutem mbani me vete ato element, një kukull apo diçka që fëmia e ka si përforcues pozitiv, që kur ai ta ketë atë me vete të ndjejë si një ndjesi më të ngrohtë dhe më të sigurt pranë vetes. Nëse në Tiranë shërbimet janë të kufizuara, në zonat rurale ato nuk ekzistojnë, duke detyruar prindrit të udhëtojnë për një konsult apo ndërhyrje që sipas tyre mbetet mjaft e kushtueshme.